Bujar Loci, trajneri i kombëtarës së Kosovës në ndeshjen e parë historike Shqipëri-Kosovë, zyrtare sepse bisore ka pasur edhe më herët. Një moment emocionues, profesor Loci. Po, sigurisht që emocionues jo vetëm në sport, po çdo gjë që ka lidhje me Shqipërinë kosovarët kanë emocione. Mirë po, siç e patë edhe jo, ekipi i Kosovës mendoj që 40 minuta ka qenë më i mirë në parket se ekipi i kombëtarëve të Shqipërisë, e mendoj që ky rezultat ka qenë një punë jashtëzakonisht e madhe e lojtarëve të Kosovës, të cilët kanë kvalitet jashtëzakonisht e madh, kanë eksperiencë e madhe, jo vetëm kombëtare, por edhe ndërkombëtare, dhe për atë arsyeve ky rezultat është shqip. Megjithatë pati momente që kombëtarja e Shqipërisë edhe ju ngacmoi dhe deri diku u afrua, por përsëri ju e thellua avantazhin. Po pikërisht për ato që lojtarët e mi kanë eksperiencë të madhe ndërkombëtare dhe nuk lejuan që të shkojnë disavantazhi në fill. Nëse nuk kishme qenë eksperienca të cilën e kanë ata, ne kishim pas problem deri në fund dhe me fitu lojë. Mirë, po duke marrë parasysh atë eksperiencë dhe nuk lam që me shku disavantazhi. Mendoni që kombëtarët e Shqipërisë i mungoi një lojtar kyç si Daniel Lekdrej, se ju njihni mirë që luan në Kosovë, u dëmtuan në ndeshjen e parë. Po, normalisht që Danieli ka me mungu edhe Prishtinës, jo vetëm kombëtarës e Shqipërisë. Ka me mungu se është lojtar luftarak edhe lojtar që jep shpirt ekipit, jo vetëm kombëtar, por edhe klubi i basketbollit Prishtina në Kosovë, dhe ka me mungu si juve ashtu edhe klubi i basketbollit Prishtina. Sigurisht që ka qenë mungesë. Profesor, ndeshja e parë zyrtare historike, emocione patjetër për të dyja kombëtarët. Po, emocionet gjithmonë thash, jo vetëm në sport, po çdo gjë që lidhet me Shqipërinë kemi emocione. Po ndeshjen e parë në kombit 96. 1996 dhe kemi kalu kufinin ilegalisht që të mboshe. Kemi lujt në Aslandos, kemi lujt me veteran, e pastaj edhe me ekipin e parë. Unë atër kam qenë lejtar. Kështu që ne me Shqipërinë për 96 kemi lujt. Kjo transfert në Shkodër, qytetin ku Kosova e simpatizon shumë, i arriti qëllimit, mikpritja në Shkodër, atmosfera e tifozëve në Pallat Sportit? Shkodra u Kosovë. Shkodra u Kosovë, jo vetëm Shkodra, po krejt. Ne ndim vetëm si një shqiptar. Me çfarë synimesh është kombëtarja e Kosovës në këto eliminatore? Po, nëse ekipi Slovakisë nuk ka përforcime dhe nuk i vinë përforcime të që ata kanë lojtarë që luajnë në Eurocup dhe në Euroleague. Nëse nuk vinë ata lojtarë në përfaqësuesjet e Slovakisë, atëherë kemi shanse që të marrim parën vetë. Nëse vinë, atëherë ka me qenë problem. Profesor, faleminderit. Urime për fitoren dhe sukseset kombëtarës së Kosovës.